Thot nuk është zhvillu si pas 166. A kemi marrë na pjesë në zhvillimin e këtyre seancave? A kemi caktuar na që zhvillohen këto seanca? Jo. Gjithçka është udhëheq nga lëvizja vendendose. Kështu që konstatimi i parë i gjykatës shumë i qartë është që kemi pas shkelje për 4 muaj të kushtetutës. Kjo është e qartë, kushdo mund ta lexoj. Është paragrafi i parë i dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Çështja e dytë është çështja e votimit të fshehtë. Shëdini ju që ka qenë çështja ndër më kryesore ka qenë votimi i fshehtë. Po ashtu votimin e fshehtë gjykata kushtetuese e ka shpallë si jo kushtetues. Ka thonë nuk mund të ndrohen procedurat e votimit në Kuvendin e Kosovës për kryetar pasi kanë filluar. Edhe unë mund t'i elaboroj në vijim se cilën pikë po i përmend një herë për. Po në pikë 3 pikat kryesore. Pika e tretë është zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, ku gjykata kushtetuese ka përcaktuar në mënyrë qartë që partia që është fituese relative e zgjedhjes është e detyruar me bashkëpunu, me bë kompromis dhe me arrit konsensus dhe me bë kompromis. I përdor këto dy fjalë aktgjykimit dhe diskutojmë vijim kësaj interviste për me arrit tek zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, thotë nuk është veç e drejtë për me propozu, po është edhe obligim me konsultu me parti tjera dhe thotë kjo drejtë e fituar prej zgjedhjeve nuk mund të shndrohet në mekanizëm bllokimi për tjerë. Edhe unë jam gjendje me diskutu bashkë detajet e këtij aktgjykimi. Po nalim të detajet, po nalim të çështja e votimit të fshehtë. Patëm polemika të ndryshme, interpretimet të ndryshme edhe nga lëvizjave vendosje. Njëra prej pikave kryesore për cilën ka pas polemika dhe nuk ka kalu pikërisht komisioni është votimi i fshehtë. Deri me tani i kemi pas lloj-lloj interpretime. Kemi pas të vetëvendosjes, se patëm sot edhe insistim të vetëvendosjes, që kushtetuesja nuk ka thonë që votimi i fshehtë është antikushtetues dhe se ky do të jetë insistimi edhe në seancën e radhës. E vërteta është Fidan që votimi i fshehtë është shpallur për zgjedhjet kryetarit të Kuvendit nga gjykata kushtetuese, është shpallur komplet jo kushtetues. Edhe unë po i diskutoj arsyet dhe në fund të kësaj do ta citoj edhe paragrafin konkret. Sa ta sfidun, tha, nëse votimi i fshehtë nuk është antikushtetues, nëse gjeni që vendimi i zotit Deari ka qenë antikushtetues, kthehemi prap edhe në procedura edhe japim përgjegjësi. Ju sfidum publikisht tanë, një farë formë është sfidim, zoti Gruda. Pajto, mirë, unë tash ti po shpjegoj për edhe anën temë, dhe mendoj që çdo kush që na ndëgjon ka me u bindë. Procedurat e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit Fidan janë përcaktuar në nenin 8 rregullores punës Kuvendit, në cilin është përcaktuar rendi i ditës taksativisht. Këtë e ka thonë gjykata kushtetuese në paragrafin 178 të aktgjykimit. Taksativisht thuhet, rendi i ditës i mbledhjes konstitutive është votimi i raportit komisionit për mandate, betimi i deputetëve, zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve. Është rendi i ditës i caktuar rregullore. Ky rendi i ditës nuk mundet me u ndryshu gjatë seancës konstitutive. Pse nuk mundet? Sepse ai rendi dite, mas pari është i caktuar rregullore, e dyta, skenari para seancës caktohet nga ish kryetari i Kuvendit, në takim me shefat e partive politike. Edhe kur shkohet në seancë, ai vetë kryesuesi i seancës këtë rast zot Deari vetëm e lexon me radhë atë rendite. Nëse kishin marrë vesh në takimin e parë kryetarët e partive politike me ish kryetarin e Kuvendit kanë mund me vendos votimin e fshehtë si formë e votimit. Por te ai moment më nuk mund na mu kthy mrapa. Nuk mund na mu kthy më tek situata ku se ish kryetari i Kuvendit nuk mundet me mbledh më kryetarët e partive politike. Tani duhet të ekzekutohet ai rendite që në nenin 8 të rregullores. Ku është ngatërimi këtu? Për me ndodhë ndryshimi nga votimi, na e kena fillu me votim të hapur, apo? Po. Për me ndodhë ndryshimi nga votimi i hapur në votim të mbyllur, du të me ndodhë një nocion që quhet mocioni procedural. Du të me uqit në votim, edhe me votu deputet e Kuvendit Kosovës. Në seancë konstitutive nuk parashihet ky lloj votimi. Mocionet procedurale janë të përcaktuar në nenin 57 rregullores dhe flitet për seancat plenare, jo për seancën konstitutive. Sa të na halojmë në seancën konstitutive, edhe pse kanë halu 30 dhe më fal që pesgjas, po për ata që janë jurist. Në Kuvend Kosovës kemi një seancë konstitutive, që është seanca themeluese e Kuvendit Kosovës, dhe kritje seanca tjera quhen seanca plenare. Në seancat plenare, neni 57 i rregullores përcakton thotë mund të ketë mocione procedurale, një nga ato mund të jetë ndryshimi i formës së votimit. Po jo në seancë konstitutive, nuk mundet. Për më tepër zoti Deari as nuk ka qit mocion për votim, po ka qit komisionin. Njëherë do të më deklaru Kuvendin nëse do me ndryshu, edhe nëse ish leju a do me ndryshu, mas anej me kalu të komisioni. Zoti Brutal, gjykimi s'ka thot pikërisht te kjo pjesë. Ti pikërisht te kjo pjesë duhet ndalem. Tek gjykimi e thot këtë, dhe unë po lexoj edhe ta interpretojmë fjalë për fjalë, lejohet lutem vetëm një minutë. Sa dush, zoti Brutal. Paragrafi 178 i aktgjykimit gjykatës kushtetuese thotë: gjykata thekson se çështja e mënyrës së votimit në seancën konstitutive përkatësisht
Nëse e njëjta duhet të jetë në mënyrë të hapur apo të fshet, nuk është përcaktuar as me dispozitat kushtetuese,